Vetëm 7 kilometra larg qytetit të Vlorës, fshati Sherisht po përballet me një braktisje të vazhdueshme. Nga rreth 400 familje që jetonin dikur aty, sot kanë mbetur vetëm rreth 150, ndërsa pjesa më e madhe e banesave janë të mbyllura. Në fshat aktualisht banojnë kryesisht të moshuar, të cilët nuk arrin më të punojnë tokat dhe nuk kanë mundësi ekonomike për të përballuar kostot e punës bujqësore. Mungesa e fuqisë punëtore ka bërë që tokat të mbeten ndjerë, ndërsa aktiviteti bujqësor pothuajse ka pushuar. Banorët thonë për Blu Televizion se mbahen kryesisht nga fëmijët emigrant, pasi të ardhurat e tyre nuk mjaftojnë për të përballuar jetesën. Unë jam banor i Sherisht. Si është jetesa këtu në Sherisht? Mirë, nuk është keq. Emigrimi është si gjithandej në çdo vend janë larguar. Po, megjithatë ka dhe njerëz që shumë po kthehen, konkretisht. Kanë filluar të kthehen, një pjesë e mirë. Çfarë merr? Po, dikush ka filluar mbjell ullishte, gjëra kështu, kanë filluar të kthehen, po që e përgjithshme është janë stabilizuar, ata që janë stabilizuar andej detyrimisht kanë fëmijë, kanë Ju vetë fëmijët keni këtu apo kanë emigruar? Unë nuk kam migruar fare për vete, fëmijët kanë emigruar. Janë në Itali. Ndjesh keq që nuk i ke këtu? Po patjetër, ju jeni akoma të vegjël, po që do ta ndjeni kur të bëni si ne. Kemi më shumë mall për niper për mbesa se sa për fëmijë tani. Kanë shumë në fshat të fëmijëve që të vegjël. Ska. Ja. Po thuaj se rrallë, mund ndjesh me një. Për bujqësinë, blegtorin kujdesesh vetë. Për vetë. Mirë me këto një fshatë, ne moshatari në tani Po kanë emigruar plot. Kanë emigruar. Po. Më parë ka patur më shumë banorë? Po. Shumë. Pse janë larguar? Po kanë ikur që në demokracia me ato vitën 90 që s'kishte mundësi. Po të shikosh ka investimesh banesa të reja në fshat. Ka persona që jetojnë në këto shtëpi apo janë? Ka dhe shumë që janë bosh. Apo janë emigrantët edhe i rregullojnë? Ka emigrant plot. Po i kanë bërë që në vitet 2000, kështu ja. Ka mundësi këtu për qytetarët të krijojnë jetën? Pse mos jetojnë? Po pse zgjedhin të emigrojnë? Ja tek është Vlora. Funksionon bujqësia, blegtoria me çfarë? Po. Si është jetesa? Më zot tash jetesa këtu pa njerëz si mund të S'ka njerëz. Janë larguar? të larguar janë. Në emigrim. Të ishtë në emigrim, po. Se larguar? Fshati është i mirë, po që kur ikën atëre u duk më mirë atëre dhe më mirë ishte atëre fillimi para 90-s, tash e kanë të vështirë të kthehen edhe kështu dhe Por që një Kush i punon tokat? Kush i bën punë të fshatit? tokat ne që kemi ngelur, ja si shikon mua ati pensionist. Është e vështirë për ju? Shumë e vështirë, pa fëmijë. Shumë e vështirë. vështirë. Jo, shumë e vështirë, nuk ka as fuqi punëtore. Këto që kemi mbjell, ullinje, çfarë kemi në toka, këto pothuajse nuk arrim dot se edhe ata punëtorë që janë shumë të shtrenjtë se përballojnë dot, nuk ja vlen fare. pra pjesa të merresh më e me madhe to. banesave janë bëshëtisura. Të bëshatisura. Shumë edhe është fatkesi e madhe. Të gjithë janë me shtëpi të mira siç ju shikoni, po Nuk jetojnë. nuk jetojnë. Sherisht është një nga zonat që simbolizon qartë realitetin e braktisjes rurale në qarkun e Vlorës, një fenomen që po merr përmasa shqetësuese.